Zbardhjet e vërteta e sulmit kriminal ndaj shkreut të Spakut Altin Dumani. Bëhet fjalë për disa lajme të publikuara së fundi nga mediat në Shqipëri, sipas të cilave Dumani është kallëzuar penalisht pranë gjykatës së Veronës në Itali nga shtetasi Petrit Çela. Asnjë shtetas shqiptar nuk ndalohet të padisë një prokuror. E papranueshme në këtë çështje qëndron në faktin se shtetasi në fjalë është jati i emrit të njohur në botën e krimit, Suel Çelës. Suel Çela rezulton si një nga krerët e bandave kriminale të Elbasanit dhe grupeve të çmontuara që shpesh herë janë akuzuar nga opozita për lidhjet e tyre me pushtetin dhe emrat e caktuar të qeverisë. Sipas njoftimit zyrtar të bërë këtë të martë nga SPAK, shtetasi Petrit Çela i është drejtuar drejtuesit të prokurisë së posaçme më 25/2026 dhe më 18/6/2026 me kërkesë për përjashtimin e prokurorit Altin Dumani nga procedimi penal, ku janë të proceduar penalisht të pandehurit Marius Lulaj dhe Mario Çela, familjarët e shtetasit Petrit Çela, procedim penal në të cilin prokurori Altin Dumani ushtroi funksionin e prokurorit të çështjes. Në mbështetje të kërkesës për përjashtim, shtetasi Petrit Çela ka paraqitur pikërisht faktin e kallëzimit penal të ngritur në Verona, Itali. Drejtuesi i prokurisë së posaçme, pasi ka vlerësuar kërkesën e paraqitur dhe aktet ku ajo është mbështetur me vendimet e datës së 19/6/2026, ka vendosur mospranimin e kërkesës si e pambështetur në ligj dhe në prova. Nga dokumentacioni i paraqitur nga shtetasi Petrit Çela, rezulton se në prokurorin e Republikës pranë gjykatës së Veronës, Itali, është regjistruar procedimi penal për veprën penale të shpifjes, të parashikuar nga neni 368 i Kodit Penal italian, mbi bazën e një kallëzimi të paraqitur nga shtetasi Petrit Çela ndaj prokurorit Altin Dumani, i cili ka ushtruar funksionin e drejtuesit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar nga data 19 dhjetor 2022 deri më 19 dhjetor 2025. Shpjegon SPAK, prokuroria e posaçme nënvizon se nga aktet e administruara, i vetmi element i identifikuar që lidhe Dumanin me bashkëpunimin ndërkombëtar është një marrëveshje me autoritetet italiane më 26 gusht 2024. Prokuroria e Republikës pranë gjykatës së Veronës, pas shqyrtimit të akteve, ka paraqitur më datë 21/4/2026 kërkesë për arkivim të procedimit penal e depozituar më 14/5/2026. Ndaj kësaj kërkese, personi që ka paraqitur kallëzimin penal, Petrit Çela, ka paraqitur kundërshtimin më 11/5/2026, shkakatuar në caktimin e një seance gjyqësore pranë seksionit GIP GUP të gjykatës së Veronës. Nga aktet e administruara rezulton se i vetmi elementi identifikuar që lidh prokurorin Altin Dumani me bashkëpunimin ndërkombëtar në fjalë është nënshkrimi në cilësinë e drejtuesit të prokurorisë së posaçme i një shkrese institucionale më datë 11/7/2024, si dhe i një marrëveshjeje më datë 26/8/2024 për krijimin e një skuadre të përbashkët hetimore mes prokurorisë së posaçme dhe prokurorisë së Republikës pranë gjykatës së Veronës, nismë e ardhur nga vetë autoritetet italiane, thuhet në njoftim. Padia ndaj Altin Dumanit, gjëja për shpifje, ndërkohë që SPAK e ka sqaruar, vjen si një sulm i koordinuar ndaj prokurorit, duke e përdorur pikërisht këtë padi për ta përjashtuar nga hetimet për Suel Çelën dhe grupin e tij kriminal. SPAK thekson se Dumani nuk ka qenë pjesë e grupit hetimor të procedimeve penale të çështjes së vitit 2023, si dhe nuk ka kryer veprime hetimore apo marrje në pyetje. Prokurori Altin Dumani nuk ka qenë pjesë e grupit hetimor të procedimeve penale Itali dhe prokuroria e posaçme nuk ka kryer veprime hetimore, marrje në pyetje, sekuestrim apo kërkesë për sekuestrim, si dhe ka marrë dieni për ekzistencën e procedimit penal në Itali vetëm në muajin maj 2026, pra pas paraqitjes së kërkesës për arkivim nga ana e prokurorisë italiane. Nga kronologjia e sipërpërmendur rezulton lidhja nëpërmjet kallëzimit të paraqitur në Itali dhe interesit të drejtpërdrejt familjar që kallëzuesi Petrit Çela ka në procedimin penal të prokurorisë së posaçme, si dhe përdorimi i vetë faktit të kallëzimit penal si bazë procedurale për kërkesën e përjashtimit të prokurorit të çështjes, thekson SPAK. Vlen të theksohet se Dumani nuk ka hetuar vetëm këtë çështje, por dhe të tjera me rëndësi, si të ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj, kryebashkiakun e Tiranës Erjon Veliaj, e shumë çështje më pesh, si dhe ka drejtuar SPAK-un për 3 vite përgjatë një lufte të pashembull kundër krimit dhe korrupsionit. Dumani është emri që i dha fytyrën dhe forcën e vërtetë strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar në një betejë të pandalshme me bandat, përfshirë këtu Suel Çelës, grupet kriminale të Elbasanit. Tani më po përdoren familjarët e tyre që përmes padive civile kërkojnë përjashtimin nga hetimet e Dumanit. Prokurorët që ka zbërthyer grupet kriminale të Elbasanit të kthyer si një Siçili e viteve 1990. Grupet kriminale janë hetuar pas zbulimit të mesazheve në aplikacionin Sky ECC, duke çuar prova para gjykatës, jo vetëm nga mesazhet e ardhura nga partnerë ndërkombëtar, por duke hetuar raste vrasjesh dhe krimesh, duke plotësuar dosjet me dëshmitar të penduar, si dhe fakte e prova të gjetura nga vendngjarjet për krimet e kryera shumë vite më parë, të cilat tashmë janë zbardhur dhe kanë
transmetuar para bankës së të akuzuarve, mbi 200 shtetas të përfshirë në grupet kriminale të trafikut të drogës dhe vrasjeve.